Pas përgjigjes së prerë nga familja Jashari se nuk do të futen në kombinime për presidentin e ardhshëm, i vetmi emër që mbetet në garë aktualisht me synime të deklaruara, për këtë pozitë është presidentja aktuale. Por të paktën për partinë më të madhe opozitare, emri i Vjosa Osmanit nuk është i dëshirueshëm që të mbetet në këtë pozitë edhe për 5 vjetët e ardhshme. Arjan Tahiri, deputeti PDK-s, thotë se gjatë mandatit, tek i cili kanë mbetur edhe pak ditë, presidentja Osmani ka qenë një anshme. Partia Demokratike e Kosovës e mbështet dikën që nuk e përfatëson veç në parti politike, nuk e përfatëson veç pozitën ose veç opozitën, po dikën që përfatëson edhe opozitën, po edhe qytetarët që realisht nuk e votojnë presidentin direkt, dikush që ka reputacion e integritet edhe vendor edhe ndërkombëtar, dikush që ka kontribute e është intelektual që i bën nder edhe shtetit Kosovës, po edhe qytetarëve të Kosovës, vazhdojna me mbet brenda këtyre qëndrimeve, kuptim të asoj që me diskutu në parem edhe në standard se kush do duhet të plotësonte këto atribute për të qenë president i vendit. E nga lidhja demokratike e Kosovës ende nuk kanë një qëndrim nëse e përkrahin ose jo ish bashkëpartiakën e tyre edhe për një mandat tjetër. Do të kemi një qëndrim unik të partisë, tani nuk kemi diskutuar. Asë në përgjithësi asë çështjen e emrit. Faleminderit. Po besoj të mjaftueshme, po i takon parit që të udhëheq procesi. Ndërkohë që deputet të partisë guxoj janë optimist se Osmani ka mbështetje edhe të lëvizjes vetëvendosje me të cilën janë në koalicion. Vjosa Osmani është kandidatja duhur. Besoj që edhe partneri i koalicionit tonë vetëvendosja është pro Vjosa Osmanit. Neve na duhet, ju e dini, nuk mjaftojnë gjatë 6 votat tona, nuk mjaftojnë votat e guxos as pak, po as votat e vetëvendosjes guxo nuk mjaftojnë. Na duhet një konsenzus më i gjerë. Në këtë kuptim na duhen edhe minimumi edhe 15 vota, të cilat ne nuk i kemi. Nuk është çështja për 2 vota, por për 15 vota, dhe prandaj roli i opozitës në këtë rast është i madh për të vendosur a duhet vazhdohet mandati i Vjosa Osmanit. Gjatë ditës, presidentja Vjosa Osmani është takuar me të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë, Anu Pratipati. Pratipati nuk ka pranuar të deklarohet për mediat, ndërkohë që nga presidenca thanë se bëhet fjalë për një takim të rregullt pa dhënë detaje shtesë lidhur me temat e diskutuara. Presidenca bëri të ditur se përveç raporteve bilaterale me SBA, në takim janë diskutuar edhe zhvillimet politike në Kosovë, përfshirë rëndësinë e përmbylljes së proceseve kushtetuese dhe konsolidimit të plot institucional, duke aluduar në zgjedhjen e presidentit. Deputetët kanë kohë deri të mërkurën për të votuar për presidentin e ri, derisa vetëvendosja si shumicë parlamentare ende nuk ka treguar se kë do e propozoj. Deri tash kryetari i VV-s Albin Kurti ka zhvilluar takime me kreun e PDK-s Bedri Hamza dhe me atë LDK-s Lumir Abdexhiku, e të tjera janë paralajmëruar.